Tash koha më e preferueshme, koha më e mirë është 1/3 e natës. Atëherë kur zbret i madhi Zot xhelle xhelal. Tamam, e afron me veprimin e keq dhe e largon ndaj teje. Më thënë ta vrash dikën në shpirt, ta vrash dikën në zemër, në Islam nuk lejohet. Mirë, por ne këtu pyetja është kur fillon namazi i natës dhe kur është koha më e mirë. A më kupton? Ke dietar që thonë namazi i natës fillon që me akşamin. Hajde. Po, e ke thënë, po. Po. Ke dietar që thonë namazi i natës mas yacis. Fal namaz. Tash koha më e preferueshme, koha më e mirë është 1/3 e natës. Atëherë kur zbret i madhi Zot xhelle xhelal. Tamam. Allah e mirë. Pra e kisha fjalën edhe një herë këtu zeko. Domethënë kur themi Zoti ja ka mundsu një njeriu ta falin namazin e natës, Allah azza wa jalla xhelalu nuk i bën pa drejtësi kërkujt. Tamam? Pse? Sepse nëse Alma ka ra me njetin dhe i ka marrë sebepet që unë do të fal namaz natë, dhe Sumeja ka ra në gjumë që unë inshallah ngrehem e fal sabahun, të ndryshon. Pse? Alma ka mundësi 99% ngrehet për namaz natë, se e ka pas njetin dhe i ka marrë sebepet, kurse unë s'kam bën as njet, as sebepet. Prandaj Allah azza wa jalla ja mundson për shembull Almës dhe nuk ja ka mundsuar Sumejës, dakor? Kemi të qartë, Allahu Teala. Plotësisht. Një rast se shiko, mos ta kish kuptim edhe këtë mesele, për shembull ka dikush që edhe kish kupton është ajeti kuranor për shembull që thot Allah azza wa jall inna Allah yahdi man yasha. Allah azza wa jall udhzon këtë doj. Vën dikush e merr, do të thonë, dikush mund ta marrë buk falish këtë ajet kuranor, do të thonë Allah azza wa jall ty të ka udhzuar, mua nuk më udhzon. Ha? Hashelillah, Zoti na ruaj. Zoti nuk i bën pa drejtësi kërkujt. Nëse një njeri e don dhe dëshiron udhëzimin, Zoti ka më udhëzu. Nëse një njeri hecën me hap drejt Allahut subhane xhelle xhelalu, Zoti ka më shpejtu hapat, shkoj me vrap drejt Allahut. Pra, Allah azza wa jall udhëzon këtë doj. Udhëzon ato njerëz të cilët e duan udhëzimin e Allahut. Se Zoti shikon zemrat e njerëzve. Nëse një zemër e don udhëzimin e Allahut azza wa jall, ai njeri ka më udhëzu, se Zoti shikon zemrën e tij. Nëse njeri nuk e don udhëzimin e Allahut subhane xhelle xhelalu, ai njeri nuk ka më udhëzu. Se Zoti shikon që ai nuk e don udhëzimin e Allahut azza wa jall, nuk don të udhëzohet, nuk don shkoj ka Allahut subhane xhelle xhelalu. Pra mos ta kuptojmë në ajetin kuranor që Zoti udhëzon disa njerëz dhe nuk i udhëzon. Pse i udhëzon disa njerëz Allah azza wa jall? Sepse shikon që ka mirësi ka ato njerëz, se shikon kanë sinqeritet ato njerëz, sepse ato njerëz vërtet e duan udhëzimin e Allahut subhane xhelle xhelalu. Vjen momenti ndoshta, vjen argumente të ndryshme që binden dhe kthehen në udhëzimin e Allahut subhane xhelle xhelalu. Allahu Teala. Shikoj, këshilla normal që edhe këshilla ka disa rregulla në vetvete, dhe këshilla në Islam ka rregullat e veta. Këshilla për shembull ke këshill që nuk mund të këshillosh një njeri në publik për shembull, me emër, me mbiemër, sepse do preket. Më kupton? Është mirë të këshillohet për shembull veçarisht, ose për shembull këshilla për veprimin që ka bë. Nëse ka bë veprim jo të mirë, nuk e përmend emrin e personit, po thuhet çka kanë njerëzit që bëjnë kështu. Kupton? Ashtu siç ka vepruar pra profeti alayhi salatu wasalam kur ka pa dukuri negative të X person, kur ka hyp në mimber sallallahu alaihi wasallam, nuk ja ka përmend emrin sallallahu alaihi wasallam, po ka folur në mënyrë të përgjithshme. Domethënë ka thënë pse bëjnë njerëzit kështu. Kupton? Në këto janë llojet, mënyrat se si duhet me këshillu edhe njerëzit. Nganjëherë neve se themi unë e këshilloj edhe se kam gale. Jo. Këshilla në Islam ka rregullat e veta. Ka rregullat e veta, sepse ndoshta kur ta këshillosh një njeri ti mund ta vraç në shpirt edhe më shumë. Është shumë keq kur e këshillon një njeri midis njerëzve. Ti nuk je të i bë mirë, je të u bë dëm edhe më shumë atij personi. Je të e vrah atë person edhe më shumë. Je të largu ndoshta më shumë atë person ndaj teje ose ndaj atij veprimi që është duke bë.
E afron me veprimin e keq dhe e largon ndaj teje. Më thënë, ta vrash dikën në shpirt, ta vrash dikën në zemër, në islam nuk lejohet. Ai Është personi pa ti lejueshme, pavarësisht se çka është duke bë. Për shembull, nëse dikush është duke bë një veprim jo të mirë dhe ti ngrehesh tani faqe njerëzve me emër dhe mbi emër, më këshillon faqe gjithë njerëzve, një herë do të më këshillosh privat. plotësisht. Ha, do të këshillosh privat. Do të thonë, ka rastet atilla që këshilla duhet jetë privat, ka rastet atilla që këshilla duhet jetë në mënyrë të përgjithshme, do të thonë kur flet në mënyrë të përgjithshme, jo në mënyrë të përvetshme për X person. Mirë po, ka rastet atilla që nëse një njeri që është duke bërë padrejtësi të madhe, që është duke infektuar një shoqëri, që është duke infektuar një millet, dhe njerëzit nuk janë të vetëdijshëm që X personi është duke infektuar një millet, është duke bërë dëm në një shoqëri, dhe ti ke këshillu disa herë privat dhe nuk merr vesh, atëherë në këtë rast e ngren zërin dhe mund ta përmendesh edhe emrin dhe mbi emrin për faktin që o njerëz keni kujdes për atij personi se është duke bërë dëm. Në këtë rast inshallah nuk ke ndaj përgjegjësi të Allah azza wa xal, përkundrazi ti e ngren zërin sepse njerëzit kanë kujdes për atij personi, mbasi e ke këshillu, mbasi e ke heq vërejtjen atij personi dhe ka vazhduar me punën e vet, me zullumin dhe padrejtësitë dhe me ignorancën e vet duke përhap lloj mendimesh ose duke bërë padrejtësi ndër njerëz, atëherë ti e ke përborxh me përmend emrin, me thonë njerëzve që X personi është njeri jo i mirë, keni kujdes për atij personi. Në këtë rast inshallah nuk ke ndaj përgjegjësi. Ka marrë guzimi i ka kallëzu se shumë unë kur kum gabu, unë kur më mashtru se më murgjoja, jum barau shumë, jum kurit, e kuptojsh. Andaj jo taj pion se njëri kur gënjenën e vetë kuritet, di, ama jo në mënyrë direkte. Ama s'ka pas rezultate, shë ki thëta, ama më erti thëmë direkt. Më falë që ndërhy. Alma, i shkutëm privat me qera fjale, po nuk e ka pa mesazhin, e ke kamerën hap. Thash të të njoftoj. Faleminderit. S'ka që. Sorry. Zeko, nëse normal që ai do t'i thot privat ti Zeko, do t'i thot veç mas atij personi që kështu je duke më rrejtë, në jo faqe këtë njerëz, ti më ke rrejtë, ti më ke botë, ti më ke a kupton, nuk është mirë është. Që shpërbleft. Mirë. Allah është shpërbleft. Mirë, nëse s'keni diçka tjetër, Zoti ju shpërbleft.